në farsën elektorale të 11 maj 2025, kreu i organizacë kriminale të narkoshtetit shqiptare Edi Rama përdori të gjitha mjetet ndër të cilat licensat për mbjelljen në kundërshtim flagrant me ligjin dhe të gjitha konventat ndërkombëtare të 29.300 hektarëve drogë. Ligji miratuar nga qeveria lejon, autorizon mbjelljen e 200 hektarëve në mbar vendin. Por me vitin elektoral, kjo sipërfaqe u shumë fishua 10 herë, 100 herë. Pra, në vit elektoral, Edi Rama rrethoi Shqipërinë në të katër anët e saj dhe në thellësi me plantacione droge, vlera e të cilave është kolosale, po të kemi parasysh se në 28.000 hektar mund të mbillen 10 milion rrej kanabis, të cilat shkojnë në një vlerë të paktën 10 miliard euro. Armand Maho ka përgatitur një investigim, ka bërë një investigim të plot të këtij procesi dhe ne paraqesim sot para shqiptarëve dhe mediave të gjithë dimensionet e tij. Faleminderit doktor. Erison, lutem vendos pak materialin 14, lutem. 15. VKM-n e pasqyron faqen e agjencisë. Po, kjo. Siç e dini, në vitin 2023, qeveria shqiptare miratoi një ligj parlament me 69 vota pro nga mazhoranca socialiste që hapi dhe debatet shumëta në atë kohë për legalizimin e kanabisit mjekësor dhe industrial. Në nenin sipas nenin 14.6 dhe pika 8, nga pika 6 deri ke pika 8 thuhet se si përfaqe për njësi minimumi 5 hektar, maksimumi 10 hektar. Si përfaqja totale lejuar në rang kombëtar maksimumi 200 hektar. Po çfarë ndodhi më pas? Në datë 6/3/2025, pra vetëm 2 muaj para zgjedhjeve lokale, qeveria miraton një VKM ku miraton, domethënë, 10 zona kadastrale në 7 qarqe, cilën përfshihen 35 njësi administrative dhe mbi 100 fshatra, 138 fshatra. Të lutem më vendos pak edhe materialin numër 11, Erison. Kjo është harta e plot. Pra, kemi në Shkodër, zona Kuksit, Dibër, Elbasan, Vlorë, Gjirokastër ka miratu 3 zona, edhe në Fier në zonën e Hekalit. Gjithsej 10 zona kadastrale.
Jo 10 zona për lejimin e kanabisit me në të përfshira në 138 zona kadastrale. Ne bëm një matje sipas sistemit ASIG, që përdoret edhe nga kadastra, për matjen e sipërfaqeve, dhe na dolën këto rezultate. Erison, fillon nga materiali I njëjtë, lutem. Për Shkodrën, janë dhënë 23.96 km2, ose 2396 hektar. Vazhdo me dyshin? Në Kukës, në gjithë zonë e Valbonës, edhe një pjesë të Hasit, janë dhënë në njërën zonë 29.63 km2, ose 4.963 hektar. Vazhdo? Në Dibër, është kjo këtu, janë dhënë 15.17 km2, ose 1.517 hektar. Ky është Elbasani, në zonët Sërriku dhe të Belqit, kryesisht, janë dhënë 32.86 km2, ose 3.268 hektar. Jo, vazhdo me 6 me Vlorën. Po, kjo është një zonë e Gjirokastër, është shkëlqyra. Do thënë kemi bërë një matje gjatësi dhe gjerësi gjeografike, ku rezulton domethënë vetëm në zonën nga Libohova deri për Met, diçka e tillë, janë dhënë rreth 22 km2 ose 2200 hektar. Kjo është zona 6 I përket Vlorës, që fillon nga Delvina deri në Mesopotam, ku janë dhënë domethënë 31.19 km2 ose 3190 hektar. Kemi pastaj këtu janë 2 zona në Gjirokastër, që do I kthehemi edhe pak më vonë, ku janë dhënë 99.12 km2 ose 9.912 hektar, së bashku me 22 kilometra tjera bën rreth 120 km2 ose 112.000 hektar. Dhe kemi edhe një zonë tjetër në Kukës. Jo, kjo është zona e Hekalit, më fal. Po, vazhdo me atë. Këtu janë dhënë 7.91 km ose 791 hektar. Dhe kemi edhe një zonë të 10 në Kukës, janë miratuar 2 zona në Kukës, Tropojën, ku kemi 13.39 km2 ose 1.339 hektar. Më vë pak material 11, Erison? 11 të dhëmë. 12, po. Pra, kemi në total 294.96 km2 të vëna në dispozicion për kultivimin kanal, ose 29.496 hektar tokë. Për këtyre në metra katror, kjo shkon diçka rreth 294 milion metra katror tokë. Pra kemi të bëjmë me një tejkalim të shifrës prej 200 hektar në masën prej 146 herë. Pra, sepse ligji përcakton qartë që nuk mund t'i jepet në rang vendi më shumë se 200 hektar. Më shumë se 200 hektar për mbjelljen e kanabis. Ndërkohë që janë dhënë domethënë 146 herë më shumë. Përfshihen 138 fshatra. Do të kemi diçka tjetër parasysh. Që të gjitha këto sipërfaqe që janë dhënë buzëlumeve. Ku edhe densija e popullsisë është më e madhe. Pra, dhe impakti elektoral në këto zona është më I madh. Se sa pastaj domethënë kjo I përket organeve ligjzbatuese për ta verifikuar. Të lutem, më jep pak materialin 15, më lutem. Po, ky është vendimi I Këshillit Ministrave I botuar në faqen e Agjencisë Kombëtare për Mbikëqyrjen e Kanabisit. Këtu poshtë keni edhe një username dhe password për gjithë secilin që kërkon të shikojë tokat e veta se ku I ka.
Pra mbillet apo s'mbillet, krijohet imazhi që me Partinë Socialiste do ishte lejuar mbjellësh drogë. Do të thonë janë i sër shkelje nenesh, nene zgjedhore, nene penale, etj. Do të thonë që duan parë nga fillimi. Por nuk mbaron me kaq. Më jep pak materiali numër 15, 16, po, këto janë zonat ku janë dhënë parcelat me kanabis. 80% e tyre janë dhënë gjitha në zona kufitare. Pra, 12.36 km në Shkodër, 6.7 km Tropoj. Tropoj është, siç e thamë më parë, domethënë është kanabizuar e gjithë ugina e Valbonës. Komplet. Nga fillimi në fund. Domethënë është dhënë si zonë lejuar për kultivimin e kanabis. 11.29 km nga Kuksi, 8.12 km nga Dibra me Maqedoninë. Më e bukur është në zonën e Dropollit. Vendos pak materialin 17, Erison. Jo. Edhe ose 18 në çdo. Po. Këto janë gjithë fshatra kufitare. Pardon? Që në Liboho. Jo. Pardon. Ky fshat i Radat këtu. Edhe i është 17 lutëm, ose 13, më mirë, 13. Po, ja ku është fshati Radat. Këtu është parcel ku lejohet kanabis. Këtu është kufir me Greqinë. Pra, as 10 metra nga kufiri. Sipas konventës së OKB-s për luftën kundër narkotikëve, ku Shqipëria bën pjesë që nga viti 2000, të paktën, për të miratuar një zonë tillë për mbjelljen e narkotikëve, duhej më përpara një njoftoje shtetin që ishën kufi. Dhe me marrëveshje të tillë, domethënë ti s'mund të mbjellësh paktën 1 kilometër larg kufirit, s'mund të miratosh zona për lejimin e kanabis. Pra, ja ku është. Është dhe më lartë i qik, por këtu bjema. Dhe janë të gjitha këto fshatra, edhe jerë 17-ën Erison. Ja. Glin, Peshkpi, Radat, Vraho Goranxhi, Kakavi, Bulo, Labov e Poshme, Labov, në Bravisht. Të gjitha këto janë fshatra kufitare me Greqinë. Pra, do më thunë, me pakta, ti ke cënuar sigurinë kombëtare një shteti fqinj, duke miratuar komplet fushën e Dropollit, nga fillimi në fund, bashkë me Lazaratin, për cilin u bë gjithë për propagandë, e ka futur sërish Lazaratin në skem, për mbjellje e Hashashi. Edhe nuk e di tash, por jo vetëm kaq, domethënë, po edhe në kufi me zonat e tjera, të paktën duhet të kishte marrë një miratim nga shtetet përkatëse, që do japësh, do lejosh kultivimin e kanabisit në të zona. Nuk e dim domethënë se çfarë ka bërë qeveria, por deri më tani nuk ka ndonjë sqarim për këtë çështje, është vetëm një vendim i Këshillit të Ministrave që u bë publik me datë 6 mars të këtij viti. Pra, në mënyrë përmbledhur pak a shumë kjo ishte. Këtu ka shumë për të thënë, domethënë, sepse të japësh 294 milion metra katror, të miratosh për kultivim kanabisi, nuk është pak. Edhe sikur brenda kësaj sipërfaqe, qeveria t'i përmbahet ligjit dhe të mbjell vetëm 200 hektar tokë, sërish është shkelje ligji, sepse ti s'mund ta tejkalosh sipërfaqen me 147 herë ose 14.000%. Pra nga do që ta kthesh, VKM-ja e miratuar, jo vetëm që përbën shkelje penale, se ka shkel kodin elektoral,
Sepse gjitha këto janë zona përfituese. Gjithkush që ti thuash, domethënë, mje votën këmbim, sepse do të lejoj të mbjellësh tokë. Do lejoj që në tokën tënde të mbjellet kanabis. Atëherë domethënë kjo është qarta si intimidimi i votuesit. Ndërkohë domethënë me çfarë lexova me event në fshatin Radat, qeveria në 2020 kishte nxjerrë përshitje dhe postën kufitare. Posta kufitare kishte dalë në ankam të përshitje. Ne kemi pak parasysh domethënë vitet 2016-2017 kur qeveria dhe Ministria e Brendshme në atë kohë domethënë humbi krejtësisht kontrollin ndaj territoreve. Sepse këto zona, pra domethënë, këto janë zonat që janë përcaktuar. Kjo është zonë kadastrale. Zonë kadastrale mund të përmbajë 400 hektare vetëm. Pra sipërfaqja mund të jetë edhe më e madhe. Që i shkohet atij votuesit. Pavarësisht se ti ke zgjedhur pjesën Buzlumit, zona kadastrale shtrihet edhe në mal. Pra në qoftë se bëhen matjet sipas zonave kadastrale, më rrezik del edhe sipërfaqja e dyfisht. Dhe ky është intimidimi i pasur i votuesit. Dhe këtu kanë interesa, qoftë ata që kanë tokën atje, qoftë ata që kanë migruar, po qoftë ata diasporës, që kanë lënë toka në vendin e tyre. Qëse si pak a shumë kjo ishte, domethënë në mënyrë të përmbledhur, shak dhe të kohës. Kush ka një pyetje tjetër? Në serim. Faleminderit. Armand, tani pra si që shifni ju, në vitin elektoral, janë mbjellur, janë përcaktuar të mbilën, të paktën 1 miliard e 200.000 rënj kanabis, sa kur në njërë në histori. Në qoftë se në 1 hektar i lihet një bime 2 metër katror, i bie në 1 hektar të mbilën 5.000 bim. Në qoftë se shumëzoni 29.400 hektar me 5.000 bim, imagjinoni pra 294.000 herë 5 se ku shkon kjo shifër. Shkon mbi 1 miliard e 300.000. Shkon në mbjelljen më të madhe që mund të jetë regjistruar ndonjëherë në ndonjë vend. Dhe që të gjitha këto tashmë jo bim klandestine, por bim të mbjella me certifikat shteti, me leje shtetërore të narkoshtetit. Kjo është katastrofa më e madhe. Dhe me këtë akt Edi Rama nga Veriu në jug linja në prendim bleu qindra mijëra vota. Thash dhe njëherë, nuk ka ndodhur kur që të autorizohet të shkelet me 140 herë sipërfaqja e parashikuar me ligjin si ka ndodhur në këto zgjedhje. Ky vendim dhe kjo praktik, sikur të mos kishte asnjë faktor tjetër, kanabizon totalisht farsën elektorale. Këto zgjedhje kur nuk mund të njihen. Zot Berisha Andon Kello nga ABC News. Kam një pyetje, jam shumë kurioz për shkak se kjo çështja e farsës është bërë edhe shumë virale. Çështja e farsës.
është bërë shumë virale në ditët e fundit dhe si tifoz me francezët që jeni, si e keni parë ju finalen e Champions League-s, fitoren me 5 shifra të Parisit ndaj Interit, a u gëzuat? Është një periudhë që interesi im për futbollin ka rënë në minimum. Kështu e kam unë. Unë e dua futbollin, po si pas mënyrës time. Finale nuk e pat, domethënë. Nuk them se e pash. Zoti Berisha, kam një pyetje se takon çështjes që ju denoncuat. Tani, ju desht më tholit mua se Edi Rama thuhet se me charter dhe me bileta që shkojnë tek 30-40.000 euro ndoqi ndeshjen dhe dolit me Nusretin e $1.000 biftekun, sigurisht si sheik shion krimet e tij, shion krimin monstruoz elektoral që ka bërë. Zoti Berisha, kam një pyetje se takon kësaj çështje që ju denoncuat. Keni ju informacione se kush qëndron pas këtyre hapësirave që do t'i marri për të kultivuar kanabisin? Kush janë personat që janë pas kësaj skeme, po e quaj? Janë dhanë ato të gjitha licencat. Nuk kemi marrë konkretisht me emrat, po licencë kush përveç njerëzve të lidhur me drogën dhe ramen nuk merr. Besoj se është e qartë ajo. Aty s'ka pas një tender për marrjen e tyre. Nuk është hapur një, s'kan ata, këta ka japin. Do të thonë që se kush është qëndron përballë kësaj. Përballë kësaj do të thonë gjithmonë mund të qëndrojnë grupet kriminale. Pra që përcaktojnë zonat se ku kanabzi ka të HC material. Është bërë me listë të mbyllur, jo me tender të hapur. Të duhet ta kesh 25%. Pra, kjo procedurë, siç është ndjen Kanada ose vendet tjera, bën licenca transparente dhe përcaktohet zona e parcelës ku ti duhet mbjellësh kanabit. Kjo praktikë është bërë në gjitha vendet ku lejohet kanabis. Jo të miratosh 29.400 hektarë dhe dalësh me lista në përduar thua ku e ke tokën ti? Këtu, po. Tani. Problemi është se mbillen 1.300.000 rënjë dhe unë e lash me të lirshëm 2 metër katror rënja. Se janë disa më të vogla se këta i kanë sofistikuar farna, tani kanë sjell farna që 45 ditore tjerë me radhë. Pra që e mbjellin 2 herë, 3 herë gjatë vitit. Po kjo është një sasi e pandëgjuar kur ndonjëherë. Atë marrin të gjithë partia krimit, kush e merr? Janë plantacionet partisë krimit. S'mund të jetë tjetër kush. Edhe një pyetje tjetër, në një kohë që janë bllokuar fondet nga i pari për bujqësinë, kjo skem e favorizon apo dëmton sektorin e bujqësisë në Shqipëri? Bllokimi, çështja korrupsioni i parë është një nga aktet më të shëmtuara. Dosjen e man Altin Dumani me urdhër të Edi Ramës. Dosja është dorëzuar në SPAK nga ambasadori e Bashkimit Evropian para largimit të saj. Por një dorë e zezë e ka bllokuar atë dhe ajo nuk lëviz. Ka privuar fermerë shqiptar nga 130 milion. 130 milion euro. Kurse autoria kryesore pas ramse asaj vjedhje të fondeve të Ipardit
është këshilltare në kryeministri, po përgatit një libër kushtuar, një tekst për Akademinë e Barive. Po, se tani ka dhe aktivitet akademik ajo Krifsa. Kam një pyetje se takon hartës që u denoncuar nga zoti Mao. Në këtë hartë ku ju denoncuat, ku janë caktuar zonat për kultivimin e kanabizit, më herët edhe zoti Berisha ka denoncuar si zona ku janë kryer dhe aktivitete kriminale, duke referuar Malësisë së Madhe apo dhe zona të tjera. Ka dyshime për vimësimin e kultivimit kanabisit edhe për situata më të vështira se çka qenë edhe më herët? Po, normale dhe më thënë se një shpërndarje e tillë e zonave, në të paktën janë, si shtam, janë më shumë se 229 km², po të shpërndara, e bën të pamundur kontrollin nga policia. Pra, dhe më thënë, në Maja Malesh, plus që aktivitetin këto zona vijon dhe ende dhe sot. Për shumë, po të marim, ose ta këthim ndryshet më, ku si ka qenë efekti elektoral, si pas disa mative të mira në zonën e Malësisë Madhe, 2021 ishte PD-ja fituese me gati 3.500 vota para. Ndërkohë si vjet ishte kthyer, domethënë, me 4.000 vota për mbyllje për Partinë Socialiste. Domethënë, fitoi PS-ja apo stribën, ku është lejuar përdorimi i kanabisit. Nuk ka ndodhur në këto 34 vite, nuk e di domun. Pra, do më thënë, ajo efektin e vete ka pasur. Nuk e di se sa, nga kanabis, nga blerja votës e tjere. Por që efekt ka pasur. Sepse si që thashe edhe më parë, ndoshta nuk janë vetëm njerëzit aty, janë njerëz që kanë emigruar në Tiranë, janë njerëz që kanë emigruar jashtë shtetit. Kot nuk e ka dhënë 2 zona në Kukës. Ose komplet Dropullin që është i bushatisë. Pyetje? Faleminderit. Si që shifni, këto ishin zgjedhjet e kanabizimit më të madh në historinë e vendit. Faleminderit.